Ju falenderoj që Shëndeti i njerëzve, kafshëve dhe mjedisi janë të ndërlidhura mes vete. Doktori Korab Gunga, veterinar, në emisionin Med Plus, është shprehur se zoonozat janë sëmundjet që kalojnë nga kafshët të njerëzit dhe rrallëherë ndodhin anasjelltas. Zoonozat janë sëmundjet që kalojnë prej kafshëve të njerëz, rrallëherë kemi që kalojnë për njerëzve të kafshët. Kemi shkenca një gati 300 më shumë smundje të cilat janë transmetuar prej kafshëve të njerëz, po na ballafaqimi mes zoonoza si veterinari kemi në kuptimin e parandalimit të përhapjes mes kafshëve, njëkohësisht ajo është edhe, si e thatë One Health, parandalimi i përhapjes të njerëzit. Veterinari Gunga ka treguar detaje edhe për brucelozën, sëmundjen bakteriale, e cila është te kafshët dhe se kontrolla më së shumti duhet të bëhet te xhelli dhe delja. Bruceloza është sëmundje bakteriale, e cila të kafshët për cilët me sikur të kafshët gati edhe sikur të njerëz për cilët nërmes kafshëve për cilët me skretet dhe sekretet e tyre. Posaçërisht kemi të bëjmë me brucelën të gjellët, bruceloza gjellë apo brucella abortus bank, brucelën e deleve, të cilën kemi brucella melitensis, e cila është më rrezikshme janë thojza ose më infektuesja. Pastaj kemi brucelën e derrave suis, pastaj kemi brucelën që manifestohet të qani, të derë e tjera. Po për ne është më rëndësi është kontrollimi i brucelës të gjellë edhe të delja. Tutje veterinari Gunga ka treguar se bruceloza më së shumti merret nëpërmjet qumështit, nëse ai nuk është i pasterizuar mirë. Na më së shumti brucelën e marrim nëpërmes qumshtit. Nëse qumshti nuk është i trajtuar termikisht mirë apo nuk është i pasterizuar. Po. Simptomat më të shpeshta me të cilat bruceloza manifestohet tek njeriu janë lodhja e tepërt, temperatura dhe dhimbja e nyjeve, është përeditur mes tjerash.